përshëndetje nga të gjithë bashkëtarët tonë që ndodhen në Milano në këto momente. Dhe bashkë me ju po protestojmë në Piazza San Babila për të qenë uniti të gjithë së bashku. Sot më fort se kur, sot duhet të demonstrojmë që jemi të gjithë të bashkuar. Nuk duhet të jetojmë në kafinera dhe të themi ç'na duhet ne sepse nuk na prek ne njeri. Nuk duhet të keni frikë se ju heqin nga puna, sepse po kërkoni të drejtat e juaja, po kërkoni dinjitetin tuaj, si që kërkuam ne që jetojmë e punojmë jashtë shtetit, sepse ky vend na praktisi, nuk patëm krah, nuk patëm ngrohtësi nga asnjë, na larguan duke hequr të gjithë inteligjencën, ju lanë rrugëve, na lanë rrugëve dhe asnjë nuk përgjigjen. Ne emigrantët jemi persona pa dignitet, sepse jemi të huaj atje ku jetojmë dhe të huaj në vendin tonë. Ju them vëllezër e motra, mos u tërhiqni, si nuk tërhiqemi ne andej. Sepse po kërkojmë të drejtat tona, po kërkojmë dignitetin ton, krenarin ton. Nuk duhet të jemi, të ulim kokën poshtë kudo që jemi që të tregojmë se jemi shqiptar. Ne jemi njerëz intelektual, njerëz të zgjuar dhe e kemi demonstruar nga ato që jemi. Ju them edhe një herë, të jeni vetvetja, të bashkuar së bashku do ja dalim gjithmonë. Si ja dolëm. Ju them tek të tjetrën, mos haroni, sepse ne jemi rritur me diktatura më të ashpra. Jemi rritur që në kohën e Sali Berishës, që vrau
kënaqësi t'ju shikoj sërish të gjithë me shesh, duke demonstruar që jemi bashk